Anija e humbur nga trekëndshi i Bermudës u shfaq pas 90 vjetësh. Më pas policia hodhi një vështrim brenda. Policët shpesh përballen me situata të jashtëzakonshme që i bëjnë të ndihen sikur po jetojnë në një film horror. Nga telefonatat absurde deri te situatat e pengmarrjes, ata duhet të jenë të përgatitur për çdo sfidë. Megjithatë, ndonjëherë ndodhin ngjarje që i lën pa fjalë. Një anije e vjetër u shfaq papritur në një plazh në Bahamas, duke habitur të gjithë. Thuaj se ajo ishte mbytur në trekëndshin e Bermudës 90 vjet më parë, por nuk ishte asnjë shenjë që ajo kishte qenë ndonjëherë në ujë. Policët, të kujdesshëm për të mos prishur provat, vendosën të presin detektivët përpara se të eksploronin më tej. Ndërsa prisnin, dëgjuan zhurma që i detyruan të vepronin. Duke ndjekur tingujt, ata arritën në një dhomë kur njëri prej tyre hapi derën, mbeti i shokuar nga ajo që pa. Anija, e cila supozohet ishte mbytur, ishte në gjendje të shkëlqyer dhe brenda saj ishte transformuar në një shtëpi të rahatshme me mobilje moderne dhe muret e sapo lyer. Policia u trondit thellësisht nga mënyra e papritur se si kjo anije e vjetër u shfaq në një plazh të Bahamasit. Ajo supozohet ishte mbytur në trekëndshin e Bermudës